rikthyer në studio, ashtu siç anonçova pak çast më parë, kam kënaqësinë të kemi një komunikim online me kolegun Julian Hoxhaj. Jul, të përshëndes. Përshëndetje Bledi. Atë po nisim një herë bisedën, Jul, pasi ditën e djeshme u zhvillua dhe seanca e parë, për sa i përket gjyqit për dosjen Partizani, madje Tauland Balla në shumë episode u mundua të justifikohej me tokë fjalë që nuk mbaj mend apo nuk kam informacione. Ti me informacionet që ke, çfarë ndodhi dje në gjyqin Partizani dhe pse kjo tërheqje apo step back i Ballës për atë çka ai vetë ka kallëzuar tek e fundit? Shiko Bledi, ajo që është ose seanca e djeshme në këndvështrimin tim ishte shumë mirë që ndodhi, sepse qytetarët shqiptarë më në fund kanë kuptuar ndoshta pas një procesi fars prej disa vitesh tashmë ndaj zotit Berisha dhe ndaj dhënave të tij Jamar Maltezi, kanë kuptuar që ka qenë e gjitha një proces i stisur, i sajuar nga fillimi deri në fund, sepse qoftë nga hetimet që ka bërë prokuroria, qoftë nga kallëzimi që ka dorëzuar Tauland Balla deri më sot, nuk është provuar asnjë nga akuzat e ngritura publikisht, pikërisht për liderin e opozitës dhe dhënën e tij Jamar Maltezi, por seanca e djeshme për të gjithë skeptikët, të gjithë ata njerëz që ndoshta mendonin se kishte një fije ose një farë dyshimi se mund të kishte diçka të vërtet në atë kallëzim dhe në atë hetim, e kanë kuptuar që ka qenë një proces i stisur. Pra, dje është vërtetuar dhe në këndvështrimin tim dje ka qenë në një farë mënyrë një lloj verdikti nga vetë zoti Balla dhe nga vetë po themi gjykata, pasi kuptuam se ajo dosje nuk do duhet të kishte kaluar kurrë për hetim dhe ndoshta nuk do duhet kishte kaluar as për gjykim pas asaj që ka ndodhur. Megjithatë, do të presim të shohim edhe në vijim dëshminë e kryeministrit Edi Rama, i cili është paraqitet gjithmonë. Në një farë mënyrë ka qenë njeriu që po themi ka luajtur një rol kyç në planin e përhapjes, në firmosjen e lejeve të ndërtimit, dhe që zoti Tauland Balla dje i mohoi apo bëri sikur nuk dinte asgjë. Pra, asnjë shqiptar nuk e beson atë lloj dëshmie që unë nuk di gjë që Edi Rama ka firmosur, unë nuk di gjë që Edi Rama ka dhënë leje ndërtimi, etj. Pra, dje ai u demaskua, i gjithë procesi u rrëzua dhe në një farë mënyrë ishte një lloj fitore e vogël për të gjithë ata persona që janë marrë të pandehur, përfshirë zotin Berisha, zotin Maltezi, Begeja, por edhe persona të tjerë që u është bërë një proces mjefilli politik me qëllimin e vetëm për goditur opozitën shqiptare. Pra, kjo dosje në këndvështrimin tim dje ka marrë verdiktin përfundimtar, pasi kemi kuptuar që njeriu që e ka sponsorizuar tentonte gjithmonë të merrte aprovimin e dy prokurorëve, të cilët kanë bërë sikur kanë hetuar ose në një farë mënyrë janë munduar që të nxjerrin prova të paqëna, prova që nuk ekzistojnë, për të krijuar me demek një akuzë e cila nuk do duhet të ishte ngritur kurrë, sepse i gjithë ky proces ka pasur jo vetëm po themi dëmin që i ka shkaktuar po themi moral familjes zotit Berisha apo familjes zotit Maltezi dhe shumë familjeve të tjera të përfshira në të, por ka pasur një dëm shumë të rëndë ndaj opozitës shqiptare, sepse është goditur, ka qenë një goditje e drejtë për drejtë ndaj opozitës shqiptare dhe sot nëse ka një fajtor që sot qytetarë shqiptar po ikin nga Shqipëria sepse me procese të stisura, jo vetëm si ai zotit Berisha, por edhe zotit Meta, edhe zotit Mediu, apo shumë procese të tjera ndaj liderëve të opozitës, kanë qenë pikërisht këta prokurorë të SPAK që në vend të hetojnë korrupsionin që po merr çdo ditë para qytetarëve shqiptarë, po merr nëpërmjet të rrugëve që janë tenderuar me koston dyfishe, të tyre dhe sot po shemben që po merr me parat me tendrat e majmë të Akshit dhe që sot qytetarët shqiptarë janë më të ekspozuar se çdo qytetar tjetër të vendeve të rajonit, Europës, edhe të botës nëse doni nga pikpamja e sigurisë të dhënave personale, dhe SPAK është marrë pikërisht duke hetuar liderët e opozitës, të cilët në një farë mënyrë dje
për mendimin tim ka pasur një lloj fitore morale nga dëshmia e Taulant Ballës. Jul, në njëra anë, SPAK u përdor edhe si armë politike nga kryeministri Edi Rama për sulmuar opozitën, për të mbajtur 333 ditë liderin e opozitës zotin Sali Berisha në arrest shtëpie, madje edhe zotin Maltezi, që ditën e djeshme ishte edhe ai vet në seancën gjyqësore. Nga ana tjetër, kur Taulant Balla pyetej nga zoti Maltezi a ke dieni për ndryshimin e destinacionit të kësaj prone, se kush e ka bërë, kush ka qenë në kreju KRT-s, zoti Balla deklaronte se nuk mbaj mend dhe duke sikur SPAK po bënte, duke sikur SPAK prokurorët në një rast sugjeronin edhe mbrojtjen deri diku të Ballës, sa herë që implikohej edhe kryeministri Edi Rama. Ndërkohë, kryeministri Edi Rama mbas një herë. Dua të bëj një koment këtu përpara se të bëj analizë të fakteve. Fakti që sot qoftë gjykata apo qoftë prokuroria nuk duan që proceset ndaj liderëve të opozitës, qoftë ky ndaj zotit Berisha dhe zotit Maltezi, por edhe ai ndaj ish-presidentit presidentit vendit dhe njëherë presidentit të Partisë Lirisë Ilir Meta, pra nuk duan që të jenë të transmetueshme live, që të gjithë qytetarët të shohin në fund ditës. Qytetarët shqiptarë pagujnë taksa për të mbajtur me rroga prokurorët e SPAK. Pagujnë taksa që të bëhen këto procese hetimore dhe gjyqësore. Dhe normalisht qytetarët shqiptarë janë të interesuar të dinë se cila është puna e prokurorëve, e Milonajt, e Arben Krajës, apo Sotir Klapit, apo Altin Dumanit dhe kushdo qoftë tjetër. Dhe duan të dinë dhe në një farë mënyrë të japin dhe qytetarët gjykimin e tyre mbi këto procese, si janë hetuar. Pse refuzojnë këta njerëz që të bëhen këto procese live? Pse nuk i lejojnë media që të transmetojnë pikërisht këto procese që në një farë mënyrë përmend atë. Ka një pyetje unë, kanë frikë se turprohen? Pikërisht pra, kjo në kundërshtimin tim, ky është shkaku kryesor. Këta nuk duan sepse proceset të tilla, demontimi që po bëhet pikërisht në seancat gjyqësore, do të nxjerrin këta zbuluar, këta prokuror, të cilët e them dhe e theksoj edhe një herë, si gazetar që merresh çdo ditë me investigimin e fakteve korruptive nga zyrtarët e lartë të këtij vendi, e them që këta nuk kanë guximin të shkojnë te Belinda Balluku, nuk kanë guximin të shkojnë tek Edi Rama. Dhe unë po i bëj një koment tjetër. Te Belinda Balluku deri në këtë moment e kanë shfaqur dëshirën Jul për të shkuar, por janë penguar nga kryeministri Edi Rama pasi kërkuan pezullimin. Më lejo 2 sekonda, lutem. Kur vjen çështja tek liderët e opozitës, SPAK-u është agresiv, i jashtëzakonshëm, merr dhe i burgos dhe apo i mban në arrest shtëpie. Kur vjen çështja tek eksponentë të lartë të Partisë Socialiste, siç është rasti i zonjës Balluku apo i vet kryeministrit Edi Rama, që ka dalë edhe në ato pak mesazhe, pak përgjime të cilat kanë dalë nga SPAK-u, nga dosja Balluku, duket se ai është disi implikuar nga akuza që ka bërë Arben Ahmetej. Madje sfundmi janë edhe një mësymje e SPAK për të hetuar familjar të zonjës Balluku dhe për të marrë në pyetje qoftë shoferi apo pastruese që punonin në shtëpinë e ish zëvendës kryeministrit, në një nga 300 shtëpitë të cilat ka deklaruar edhe SPAK. Që t'i bëj një analogji, Jul, edhe me çështjen e Akshit, ku opozita ka denoncuar më së një herë se aty janë të përfshirë familjar direkt të kryeministrit Edi Rama dhe Akshi, si thot opozita, është kopshti privat i kryeministrit. Rama merr në mbrojtje. Karçanaj thotë se nuk ka banesë, e ngrata, jeton me qera, nuk di të jap makinës për tek faktet e SPAK-u dhe provat e prokurorisë, pra ato çka kanë mbledhur dhe janë bërë publike, tregojnë krejtësisht të kundërtën. 2 standarde, Jul, me një drejtësi që është sponsorizuar me miliona euro. Nuk është vetëm çështja e 2 standardeve, Bledi. Shikoni, çfarë ka bërë zoti Maltezi? Zoti Maltezi priti 20 vjet bashku me shumë bashkëpronarë të asaj prone për ta marrë sipas ligjeve në fuqi, madje kanë paguar edhe parat për godinat që ndodheshin atje. Ndërkohë, në raste të tjera, i kemi denoncuar edhe në media, për shembull siç është rasti i zotit Bolino, nuk u paguan as parat për godinat e ish-repartit të orëve. E kupton? Pra, ka ndodhur dhe zoti Bolino mori një pronë që gjithashtu u përkiste qytetarëve të Tiranës. Ndërkohë ka raste të tjera, për shembull kjo qeveri ka dhënë gjithë bregdetin e Semanit
e ka dhënë me koncesion për ndërtim paqe fotovoltaike në shkelje flagrante të ligjeve. E këtë nuk e themi ne. E thonë në raportet zyrtare të kontrollit lartë shtetit. Kjo qeveri ka grabitur pronat e Bregdetit të qytetarëve të banorëve të zonave të Bregdetit dhe Himarës. E u vërtetua kjo me rastin e Olta Çaçkës. Është ende 10.000 metër katror pronë, atje është nën sekuestro. Është ndaluar në tjenin time dhe ndërtimi i resortit, sepse është bllokuar prona, pra është tokë e grabitur. Janë grabitur prona pafunde, po grabiten tashmë edhe me paketën e maleve. Pra e kuptoni se me çfarë kemi të bëjmë. Pra zotërit në fjalë kanë marrë pronën e tyre, kanë paguar parat shtetit për detyrimin dhe sipas vlerësimit që ju ishte bërë godinave, kanë paguar gjitha taksat, kanë marrë lejet e ndërtimit nga ish kryetari i bashkisë së kohës, zoti Edi Rama, dhe kanë zhvilluar pronën e tyre, u ofruan dhe straj madje banorëve që ndodheshin në godinat e ish klubit sportiv Partizani, pra kanë bërë një zhvillim total të pronës. Shikoni se domethënë po të shkosh sot në atë zonë, ke paqe publike, pra ke zona të gjelbërta. Po të shkosh sot në atë zonë, ke kopshte dhe çerdhe të cilat i kanë ndërtuar investitorët, ke faltore për besimtarët. Pra është një kompleks banimi të cilin njerëzit, pra ishpronarët, e morën dhe ja rikthyen komunitetit me shumë dimensione, me shumë vlera. Pra nuk zhvilluan dhe nuk ndërtuan në mënyrë, po themi, pinzare vetëm beton. Por i dhanë hapësira publike, u dhanë institucione, faltore e tjerë. Ndërkohë sot po grabitet prona shqiptarëve dhe ky SPAK, për cilin ne paguajmë shumë më shumë para se sa ish prokuroria e krimeve të rënda, nuk denjon që të shkoj dhe të hetoj se çfarë po ndodh në Fier. Kush po i merr lejet dhe licencat e ndërtimit të paqeve fotovoltaike në zonën e Sheikh Marinasit në Fier? Si po grabiten tokat qytetarëve në Bulqis, në Ersek, apo në gjithë qytetin, në Vlorë, në Sarandë dhe kudo tjetër në gjithë Shqipërinë, po jepen pronat, tokat e Bukës, tokat që cilat banorët i shfrytëzojnë për ndërtimin për blektorin apo për bujqësinë, sot po u jepen një grushit vogël njerëzish, kryesisht të lidhur me qeverinë, në doni ta themi janë edhe një pjesë e madhe tyre ose deputet, ose ish deputet, apo kryetar bashkisë, apo kanë lidhje të forta familjare me deputet apo ministra aktual, të cilët po marrin koncezione leje ndërtimi për paqe fotovoltaike. Dhe grabitja e pronës shqiptarëve sot nuk stihet nga SPAK. Pra nuk hetohet nga SPAK. Duke ardhur tek pyetja juaj tani se u zgjata pak. Te zonja Balluku. Ky është rast flagrant, i pa precedent, sepse sot kemi të bëjmë me një rast ku korrupsioni është, po themi, alarmant tek tenderat e rrugëve. Kam kaluar sot në një nga rrugët që u shëm në Qukës Qaftoç bledi. Ajo rrugë për mua sot është vijon të jetë një njoll, po themi, e zezë për sa i përket jo vetëm korrupsionit, po cilësisë ndërtimit dhe që rrezikon çdo ditë jetën e qytetarëve. Kam rrezikuar edhe unë sot kur kalova në të për shkak të disniveleve dhe çdimeve të rrugës, apo shumë rrugë të tjera që u shembën. Zonja Kaçanaj, të cilën kryeministri Edi Rama e cilësonte të pastre, rezultoi që na kishte vila, apartamente apo shumë prona të tjera, të cilat sot në djenin time, jo në këndvështrimin tim, pra në djenin time, sot SPAK po heton për pastrimin e parave, se kemi parë për shembull grupet kriminale të cilat kanë hapur nga 4-5 kompani dhe pasi bëjnë trafikun e drogës, vinë dhe bëjnë biznesmen të ndershëm me parat publike bledi. Marrin licenca, marrin leje ndërtimi për ndërtim pullash dhe në pas fluturojnë çmimet në 3.000 euro metrin katror dhe ne nuk krahasohemi dot më as me Milanon që është kryeqendra financiare e Europës. Nuk krahasohemi dot më as me vende të tjera. Dhe në ndjenin time ka raste kur BKH ndoshta nuk e di sepse kjo mbetet për të parë në vijim, por ka raste ku po heton në mënyrë shumë intensive pikërisht këtë lloj pastrimi parash, këtë lloj skeme mafioze që po dëmton qytetarë shqiptar, po iniciohen blerja apartamentesh, po hetojnë agjenci imobiliare, se po të shohësh dhe agjencitë imobiliare janë bërë pjesë e këtij sistemi dhe normalisht ne presim se janë bërë pjesë e këtij sistemi Jul, pasi kjo është e fortë. Pra, shiko, këto janë burime shumë konfidenciale, pra janë burime që vijnë nga prokuroria e posaçme,
por po themi që ky është një lajm i mirë sepse qytetarët shqiptar sot po shohin dhe po dëgjojnë jo vetëm raportet zyrtare ndërkombëtare që flasin për një situatë alarmante të pastrimit parave, të korrupsionit dhe të krimit organizuar në ndërtim. Dhe unë po ju them, po të bëni një analizë dhe po të shihni, unë kam parë për arsye të punës, kam parë që shumë nga kompanitë që sot po hetohen me zonjën Balluku pikërisht për tenderat e rrugëve dhe jo vetëm, janë të kompanitë kryesore që kanë marrë dhe leje për ndërtimin e kullave në Tiranë. Jul, që ta sqarojmë, ta qartësojmë edhe për ata që po na ndjekin, Jul. Ti po më thua që ky është një çështje qark i mbyllur. I marrin paratë e korrupsionit, paratë e taksapaguesve shqiptar, nëpërmjet korrupsionit, pra, por edhe nëpërmjet grabitjes, u marrin pronën qytetarëve shqiptar. Dhe pronën e grabitur me ligj e investojnë me paratë që u kanë grabitur taksapaguesve shqiptar, me firmat e ndërtimit që e hapin po këta drejtor institucionesh të ndryshme dhe jo vetëm është edhe bota e krimit në këtë rast. Pra, është ky qark i mbyllur dhe që po funksionon aktualisht në Shqipëri? Patjetër, prandaj thash që agjentë të BKH-s ka nisur punën dhe po shohin pikërisht këtë qark për të kuptuar se si funksionon ky mekanizëm, se si është krijuar një cikël i mbyllur ku janë agjencitë imobiliare, janë kompanitë që marrin licenca apo leje nga qeveria që njëkohësisht marrin edhe tendera publik, janë edhe personat e përfshirë në politikë të cilët i firmosin këto leje dhe licenca, të cilët ne kemi denoncuar me emra, me fakte, sepse kanë firmën e tyre dhe e dikush më e rëndësishme këtu është se nuk ka firmosur dot Belinda Balluku, Mirela Kumbaro po të doni që shkojë dje në SPAK dhe ndonjë 4 orë dhe na tha se ishte për stadiumin e Air Albania, por në fakt të dhënat janë krejt ndryshe. Apo shumë ministra të tjerë nuk mund të firmosin dot një leje ndërtimi, një licencë pa firmosur kryeministri Edi Rama. Dhe po të futeni në faqen e AZT-s për Agjencinë e Zhvillimit të Territorit, do të shihni se firma e parë i përket kryeministrit të vendit. Pra, nuk e ka bërë vetëm Belinda Balluku korrupsionin apo Mirela Kumbaro, e kanë bërë si një grup i strukturuar kriminal pra qeveritar. Dhe këtë e them me bindje të plotë, sepse ka qenë kryeministri dhe vijon të jetë ai që promovon këtë lloj sistemi, është ai që promovon këtë lloj kompanish, këtë lloj njerëzish, të cilët, domethënë se duket ndonjëherë sikur ne sulmojmë biznesin, në fakt është e kundërta. Ne duam që këtë vend biznesi të lulëzojë, por biznesi i ndershëm po i merret fryma sepse ka të pamundur të konkurrojë bizneset ato 10 apo 15 biznesmen, të cilët marrin leje ndërtimi apo marrin licenca apo gjitha marrin tendera publik nga qeveria dhe tendera siç e pam në dosjen e Akshit jepen gjithmonë me dyfishin e vlerës financiare dhe në pas çfarë ndodh? Fitimi i këtyre po themi tenderave shkon te investorët ose për resorten jug, ose për kulla në Tiranë, ose për paqe fotovoltaike dhe ajo që ndodh janë që një pjesë e madhe e bizneseve të ndershme në vend shkojnë drejt falimentit dhe shumë qytetarë të tjerë për shkak të rritjeve të kostos në mënyrë artificiale, çmimit për metër katror e kanë të pamundur të blejnë një apartament, të sigurojnë një stër për familjen e tyre dhe të ndërtojnë të ardhmen në këtë vend. Pse jemi në kushtet kur po themi sot të i kalojmë edhe normat e migracionit që kanë vende që janë konflikte. Jemi më keq se sa Ukraina, jemi më keq se sa Siria, që sot në një farë mënyrë ka një politikan i cili deri dje ishte, po themi, i dizenjuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po sot po pritet në gjitha kancelarit botërore po i hapen dyert, sepse mori një vend të rënuar si Siria dhe po mundohet ta ringrej. Ne jemi në kushte më mjerane. Qytetarët shqiptarë po ikin. Ta konkludojmë ju edhe i batut fundit pasi jemi ngushtë me kohën. Edhe i batut fundit se jemi edhe i batut fundit se jemi ngushtë me kohën. Po. Atëherë, pra po them që ne jemi më keq se këto vende, ndërkohë që kryeministri thotë që kemi 8 miliardë euro buxhet dhe nga ana tjetër jemi popullsia që kërkojnë ndjes vuajmë më shumë, po themi pasojat e një keqeverisje dhe normalisht unë nuk jam njeri që shpresoj se SPAK do ta zgjidhë këtë punë. Unë jam njeri që shpresoj që SPAK të bëjë detyrën dhe të hetoj korrupsionin aktual, se çuditërisht
prej vitit 2019 vetë SPAK na dëshmon që ku jemi themeluar ne është rritur në mënyrë progresive dhe korrupsioni. Mirë, ju falenderoj për gjitha informacionet dhe falenderoj për bisedën që patëm me mua. Faleminderit ju blet. Mirë, të dalim sërish tek pjesa e YouTube-it, video të cilat janë parë më shumti në kanalin YouTube-it. Rekordi i zi, 10 vitet e rilindjes së krimit, pastrimi i parave kap shifrat më të larta të dekadës. Kjo video është një nga videot e cilat është parë më shumti në YouTube-in që